Të nderuar miq, kudo që jeni, real e virtual, të përdjekur politik antikomunist, trashëgimtar të përndjekur e pronar, demokrat, socialist e qytetar. Ja ku jemi sërish bashkë për të denoncuar atë që duhet. Moskurimin e së shkuarës. Sot, pas 35 vitesh, nuk është kuruar e shkuar, nuk e ndënuar krimet e diktatorës, nuk e në hapur dosjet e spionëve të sigurimit shtetit, nuk e në gjetur varret e të burgosit e politik, janë ende 3.000 dosjet pa trajtuar Ministrinë e Drejtësisë, pra të përndjekur të lëngojnë. Por pas saj, rreziku i madh i kësaj gjëje është se Parlamenti i ardhshëm, që është në vigjilje të daljes saj, pra pas 11 maj, shpresojmë që ne të kemi sërish në Parlament spion të sigurimit të shtetit. Shpresojmë, themi, nga ngulqimi, mungesa e ligjit, po si rregull, si e drejtë qytetare, nuk duhet të ketë më spion e bashkëpunëtor të sigurimit të shtetit që kanë shënuar mëkate mbi shqiptarët në Parlamentin shqiptar. Ajo çfarë ndodh sot është se partitë politike nuk kanë çuar te autoriteti dosjeve listat e spionëve, asnjë nga partitë politike, as Partia Socialiste, as Partia Demokratike, as partitë tjera të vogla e sado koalicione të tjera. Sepse ligji aktual i hapjeve të dosjeve është gjysmë vullnetar, pra nëse ti je interesuar, mund të kërkosh nëse një trashëgimtar apo vetë personalisht je spion i sigurimit të shtetit. Pra, duhet vullneti i qytetarit, e në këtë rast duhet vullneti i partive politike, sepse ligji i dosjeve është i cunguar, nuk kemi një ligj që të hapen dosjet e spionëve të sigurimit të shtetit, por një tentativë për të shkuar te hapja e dosjeve në mënyrë vullnetare. Në këtë rast, vullneti i politikës është zero. 35 vite pas rrjedhjes së diktatorës, politika mbat vetëm qendrim për sa i përket hapjes së dosjes spionëve të sigurimit të shtetit. Mëkatarët e diktatorës fshehen në sjelullat e shtetit, në sjelullat e pushtetit, në sjelullat e institucioneve pavarur, ato ku të gjendur janë institucionet e drejtësisë, madje e më keq akoma kanë nga ata persona në drejtësi që kanë shënuar krime diktator dhe japin drejtësi. Të gjitha këto që unë them janë të vërteta, dhe sepse ligji i ka fshehur këtë të vërteta me një qëllim të caktuar, që të fshehë krimet e diktatorës. Aktualisht, krimet e diktatorës nuk janë dënuar në Shqipëri. E vërteta është fshehur. Nuk është kuruar e shkuar, nuk janë hapur dosjet, 3.000 dosje janë ende pa trajtuar nga të burgosit politik dhe s'marrin asnjë lek. Sot aktualisht burgosit politik nuk kanë një status. Ato që kanë punuar në minjera nuk kanë marrë asnjë lek nga puna e pa trajtuar. Trashëgimtarët janë në kestin e 3 dhe 4 dhe u duhet për rreth 50 as 70 vite që të marrin dëshpërimin e tyre sipas skemës qeverisë. Pra sot Shqipëria lëngon mes shkuarës dhe të ardhmës, dhe ky është një rrezik permanent që i kanuses Shqipërisë. Ky lloj demarshi drejt së shkuarës është një rrezik për Shqipërinë, sepse partitë politike nuk kanë vullnet të përballen me shkuarën, nuk kanë guximin të përballen me shkuarën, sepse vetë ose familjarët e tyre kanë marrë pjesë në krimet e diktatorës. E për këtë ato e mbrojnë të shkuarën me forcë, duke e bërë rotacionin politik të pamundur, duke e bërë tranzicionin të pamundur. Pra, ajo Ortegu, rumbullak që kanë mbetur në vend dhe përfshin me vetveten dhe kur nuk sheh nga e shkuar. Që ta dënoj atë e të tregoj rrugën e sarmes. E në këtë dimension politik, unë si kryetari i Partisë Drejtat Mohore, ju bëj thirrje partive politike, kryetarët e partive politike, të kenë kurajën, ta dorëzojnë dosjen e plot të kandidatëve të tyre te autoriteti i dosjeve, e të bëjnë një vetë ndriçim, si me thënë, për mungesë të kurajës parlamentare të Parlamentit shkuar që mbyll me turp, e fsheu 4 draftet e propozuar nga palët politike në Parlament që të hapin dosjet e spionëve të sigurimit të shtetit. Por, me gjasa, kjo gjë nuk do të ndryshoj. Edhe në Parlamentin e ardhshëm do të kemi bashkëpunëtor të sigurimit të shtetit. E kështu ne do ta vrasim të shkuarën me vetdije për të treguar se ne nuk kemi kurajën dhe guximin të shkëputemi nga e shkuara. Pra në një farë mënyre ne vrasim të ardhmen, jo vetëm tonë, por dhe të fëmijëve tanë. Kështu që na mbetet ne si parti e zërit, parti
që nuk ndalojmë të kërkuar ndriçimin mbi të shkuarën, hedhje dritë mbi errësirën, që të i kërkojmë politikës që të vetë ndriçohet nga pamundësia e një ligji, pra e një ligji të munguar, ashtu siç kanë bërë vendet e tjera ish komuniste, e kanë kuruar shkuarën dhe ato ecin e rendin drejt të ardhmes, kurse ne rendin drejt së shkuarës, sepse shkuarën e kemi të kudo gjendur. Ata në udhëheqin, ata bëjnë politikë, ata janë në institucionin e drejtësisë, ata do jenë parlamentarë të ardhshëm. Pavarësisht se kush i merr zgjedhjet, pak rëndësi ka për ne. E rëndësishme është se ne mbetemi në qetin batak që ishim dhe 35 vite më parë. Ndjes, miq, se më shihni si kritik, më shihni si ogurzi, por në të vërtetë unë hedh dritë në ato skuta ku politika i fsheh. Kjo është detyra jonë, ky është zëri jonë i partisë për ndjekurve politikë. Ne s'kemi pushtet, ne s'jemi në garë, po zërin ato nuk na ndalojnë kurrë. Ju faleminderit shumë. Ndjes që u bezdisa, por kjo është detyra ime. Urime miq.